mirë se erdhët live. Jemi live në këtë Big Brother që na ka zënë një hall i madh se nuk po dim më këtë fusim. Po I fusim po I nxjerrim nga 2-3 herë një banor se jemi në hall. Ua! Ju I nxjerrni, ne I fusim, dim këtë marrim, dim këtë lusim. Ora pse si pyesim mirë të Meridianin neve? Meridian që se na sheh, unë di që po na sheh. A do të futesh prapë më? Ha më futu! Ua, ky futu më! Në atë rast edhe hyn në Pig, edhe hyn në Guinness. Ua, Arbërneda, keni bërë për të futur një hurdhë në xhep dhe një nusk në mbathje. Ndërkohë që siç I shikojmë live nga shtëpia, vajzat tona sa të bukura janë bërë, po na përshëndesin me një performancë artistike. Wow! Sot që kanë bërë shumë të bukura, me thënë të drejtën, dhe I pas kanë tërhequr syt aq shumë dhe I ka shkuar syt aq mbrapa, sa që tani shikojnë me vesh dhe dëgjojnë me sy. Okej, se u zgjidha komplet, Si që pat në hapjesh, Gryetan bën një performancë që ishte me të vërtet rënqethse. Mu bë miqi koçkla. Gerti, ç'mendim ke? Si të duk performanca? Kësti një herë kur piu cigaren ishte për Oscar. Apo jo Gerti? Grop. Grop? Madje jo grop, po gërop me ë. Edhe jo gërop pallati, po gërop qendër tregtare. I duke bërë shaka besoj, Atë pyete, thash. Arbërneda? Më thuaj pak cili ishte momenti që ty të pëlqeu më shumë. Kur mbaroi. Si më kur mbaroi? Falenderoj Zotin e Modh që dojë ato usë bën që mbaroi muzika, se desh na shkaktoi një plasje shpirti pa dashje. Wow! Ose arrest kardiak akut. Ore Gerti, që janë këto fjalë sepse jemi live? Atë pyete, tu bën një pra. Për këtë që the vllai I madh ka dënuar me zarf të zi. A mor më sa I zarfi zi nuk pite long aty mrena shtëpisë, do pi long tu jashtë. Na jepi një 100 sot se na e mbo si pllaka laminati në shtru shtëpinë. Vllai I madh ka vendosur që Gerti lë lojën. O Ledion, e kam lon. Atëherë lë studion. Atë si bëhet fjalë. Kom të mia më thollëm këtu, kom të mia do më qëjnë jashtë për I te. Mbyllaj mikrofonin dhe nxjerrini për jashtë. Ndërkohë, për të gjithë ju miq që po na shihni këto momente, Big Brother Gjys VIP ka një super ofertë. Për gjithë ju prindër që doni të kaloni një 3-4 ditë vetëm ose doni të kaloni fundjavën vetëm, mund të sillni fëmijët tu dhe t'i lini këtu në Big Brother Gjys VIP. Ashtu siç mbajtëm Rikin, siç mbajtëm Mikelin, e shumë të tjerë që as vetë ata se din kush ishin, as vetë ne se din kush. Okej. Do doja të lidhesha në këtë moment me Jozin. Jozi? Po Lidian. Hama? Mira? Ta ke bërë në një gjë. Do të pyesja. Ty të pëlqen Ola? Si vajz apo si kalup? Jo po si më pëtresh. Po si kalup, Si dashuri kalup është ka sot, apo jo Arbërneda? Si kalup. Unë kam atraksion për kalup në saj, besoj Allah jo ka atraksion për kalupin tëm. Amber, po ti ke atraksion për Jozin si kalup? Ne nga anë tona I themi kalup, Ledion. Ua, më falë. Kalup, më. Pra, ke atraksion për Jozin si kalup? Nga anë tona kalup I herët avon shpërthen. Mirë po me sa duket Jozit I ka qëlluar fitili lagur. Pra tash I bjeri shkurt se jemi në Mars. Ke atraksion si kalup apo jo? Po, kam atraksion. Çfarë lloj atraksioni ke? Atraksion turistik. S'kam qenë ndonjëherë në Tropoj dhe thash të vizitoj Jozin. Edhe I bëj një rrugë 2 punë. Zhgryje! Atëherë, duke qenë se ju nuk dini të silleni si njerëz me njëri tjetrin, ne vendosëm t'ju fusim ca kafsh. Kemi futur një kal, kemi futur një lop, kemi futur një pul, të cilën la erti e po që e bëri tafë dhe nuk I durua fare. Shoqërmanci është shkatët vetë dhe hiku nga garde si të kështë e bërë la erti për lepur. Lepur ja bën një herë. Gjithashtu kemi futur edhe një dërkuc. Dhe kjo nuk është e rastishme.
Arsyeja është sepse pak javë më parë pam se si Kësti u përpoq të arratise nga muri. Fiks si tek filmi Lulkuqet Mimure. Apo jo Kësti? Ndjekim edhe njëherë këto pamje ekskluzive. Kësti. Hadi gjet, Kësti. Hajde për seshë Kësti. Qa thumë? Kësti, more. Duke filluar që nga jonat, vllai i madh ka vendosur që shtëpinë e Big Brother gjys VIP ta rrethoj me gardh elektrik. Gjithashtu, kemi vënë çdo 10 metra një pitbull të pa ushqyer. Dhe duke qenë se Lana kalon këtu afër nesh, kemi marrë dhe 5 krokodil Nili, edhe ata të pa ushqyer. Çfarë? Po më thon nga shtëpia që ua, po arratise. Iku prap. Kapeni më. Kësti! More Kësti! Kapeni më. Okej, ju të tjerët ktheuni brenda gjithë, bëni sikur s'ka ndodhur asgjë, vazhdoni kërceni me njëri tjetrin. Ashtu, bravo. Ndërkohë që ju ftoj të ndini në obor, ku ka ardhur grupi metal, heavy metal, Fiksusit. Wow, ka lënë shi bukur. Super grup. Ndërkohë lejoni ta mbyll me një shprehje të mençur për të ngjarë dhe unë i mençur. Nuk ka nevojë të punosh me më të mirët për të parë se sa i zoti je. Puno me më të doptit dhe je më i miri. Natën e mirë.